Mister në New York, persona të dyshim të dalin nga pusetat, policia në alarm. Policia e New Yorkut ka nisur një hetim për një fenomen të pazakont që po shqetëson autoritetet dhe banorët. Grupe personash që shfaqen duke dalë nga pusetat e kanalizimeve në zona të ndryshme të qytetit gjatë orareve të natës. Rasti ka marrë vëmendje pas publikimit të disa videove në rrjetet sociale ku shihen individ që dalin nga sistemi i kanalizimeve dhe më pas largohen pa lënë gjurmë. Në një deklarat për media, Departamenti i Policisë së New Yorkut bëri të ditur se njësitë speciale të emergjencës kanë kryer kontrolle të detajuara në rrjetin e kanalizimeve për të verifikuar nëse ka ndonjë rrezik për publikun. Oficerët kanë hyrë në sistem për të siguruar që nuk ishte lënë asgjë dyshimtë apo e rrezikshme, por nuk u gjet asgjë, thuhet në deklarat. Edhe Departamenti i Mbrojtjes Mjedisit që administron kanalizimet e qytetit konfirmoi se nuk janë konstatuar dëmtime në infrastrukturë. Sipas një zyrtari të lartë të rendit, një nga pistat që po hetohet është se këta persona mund të jenë duke kërkuar sende me vlerë që përfundojnë në ujërat e zeza në rrjetin e ujrave të zeza. Rastet e raportuara. Ngjarja e parë u raportua të njëjtën e kaluar në orën 20 në zonën Gravesend, Brooklyn, ku një dëshmitar pa 8 persona duke hapur një puset dhe duke hyrë brenda. Ata u panë sërish rreth 3 orë më vonë teksa dilnin nga kanalizimet dhe ndronin rrobat pranë makinave të parkuara. Vetëm 2 orë më pas, një tjetër grup u raportua po në Brooklyn. Sipas autoriteteve, persona dolën nga puseta pas 2 orësh e gjysmë dhe u larguan me makinë. Një video publikuar në rrjet tregon 7 persona që dalin nga puseta, ndërsa i fundit mbyll kapakun me kujdes pas tyre. Një incident i ngjashëm ishte raportuar edhe në 5 maj në Astoria, Queens, ku banorët pranë disa persona që hynin në kanalizime në orët e para të mëngjesit. Një dëshmitare përshkroi skenën si të denjë për filma, duke thënë se personat në pus si Ninja Turtles. Ende pa përgjigje, pavarësisht hetimeve, autoritetet ende nuk kanë konfirmuar nëse këto raste janë të lidhura mes tyre apo nëse bëhet fjala për aktivitete të organizuara. Ndërkohë, misteri i njerëzve të kanalizimeve vazhdon të mbetet i pazgjidhur, duke shtuar pikpyetje mbi atë që ndodh realisht në rrugët e një prej qyteteve më të mëdha në botë.